Akoma. Ore, Trumpi presidenti i Amerikës? Pse bet? Ai ka miliarda. Pse bo? Pra, Pasaniku e ka hobi politikën dhe bigjozin. Kurse ne bëjmë politikanë pasurojmë. Po, dhe ka interes. Ka interes për të mbrojtur edhe pushtetet Po e tash tilla për të përforcuar. edhe mua që shes dënglet tash, po ngurë kryetar bashkie, unë rregulloj shtëpinë time një rregull. Se unë s'kam shtëpi. Unë me ndërte me ashtu të grisme. Pra nuk hyet në politikë për të pasuruar. Në politikë syhet pasuruar, po hyre kështu ka marruar punë. Varfëria thot doli të bën xhandar. Të bën xhandar varfëria, nga hall të vesh bëj xhandar. Ama pa dituria të reaksionar, shkatron popullin tatë. Po të pa ditur Pa ditur të koqenari. Më falë që... Jo... Asa e pastrandi, pa. Ashtu të vjenë. Bravo që ti fletë realitetin. Ja, po kjo është e vërtet apo gjatë? Po kjo është e vërtet apo gjatë? Po pse se themi të vërtetë, më kjo është problemi. Du dalë ajo që thjeti ke komunizmi. A jemi akoma sot dhe a është rrëzuar realisht komunizmi në ato vite ku ju thoni? Shiko. Si sot po... Ne u kujtuam të rrëzojnë në Vrahoxhen, kur e në Vrahoxhen i radhë dhamat. Pra, ne e kuam e në Vrahoxhen. Po të njëtë njëllë me këtë tjetër. Atë bëjmë, atë bëjmë. Ma dhe i pa e thot vetë, ora kur do mleni ti ke mërbu si po... Jo, i pa e thot se jam politikanë arbur. S'jam po, dhe politikanë të shqiptari vurin rjesht. Dhe të më solti, dilneti. Kush do pra, po. Edhe nga krau vetë. Më të afri. Po pse në veri, zrao shok të vete? Po, e sakë. Çfarë është? Si ka mundsi tu përsëritet historia kaq shpesh edhe prapë ne nuk mësojmë. Po shiko, për mendimin tim. Jemi kaq harraq jemi, kaq mendimin tim. Jo, sepse ne kur rrëzua komunizmi në 90, se rrëzum tire, se rrëzum ne po. Kur rrëzua komunizmi, ne vëmë në krye rreshtin e tretë të ish komunistëve. Pra jo komunistët e vërtet, jo komunistët e mençur, po komunistët e lekatar dhe servila. Më servilat. Dhe duke qenë servilat sot një popull servil tash. Se ne a ka sot më shumë servila se sa në kohën e Enverit? Po ka në Enverit servili gjithë populli por. Po sot edhe sot janë për shet billën tjetër. Po çfarë do të shkoj gocës ministrit jepi 10 milionë morë e çove në hotel. Ky është morali i shoqërisë shqiptare. Faleminderit shumë që dëgjova disa fjalë. Kjo është mirë. Do doja ti dëgjoja çdo ditë edhe nga shumë njerëz. Realisht ta them pas